Ambasadori i BE-s në Shqipëri Silvio Gonzato, para ditën e kësaj të premte, ka takuar kreun e KQZ-s Ilirian Celibashi në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pas takimit, kreu i KQZ-s tha se fokusi i diskutimeve të tyre kanë qenë zgjedhjet e 11 majit. Sikurse ambasadori tha, ishte një takim për të dhënë informacion mbi përgatitjen e zgjedhjeve deri tani. Shkëmbyer mendime në lidhje me momentin e këtyre përgatitjeve. Ashtu sikurse edhe ambasadori tha, jemi në një proces të vazhdueshëm bashkëpunimi dhe mbështetje nga delegacioni i Bashkimit Evropian dhe nga Bashkimi Evropian për procesin zgjedhor në tërësi në Shqipëri dhe në mënyrë të veçantë për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që me siguri do të vazhdojë edhe pas këtyre zgjedhjeve. Ndam së bashku të njëjtën pikpamje mbi rëndësinë e këtyre zgjedhjeve. Shqipëria është një moment të rëndësishëm të procesit të integrimit evropian dhe ndaj është e nevojshme që secili prej nesh institucione publike përgjegjëse për mbarvajtjen e procesit zgjedhor, po dhe partitë politike duhet të reflektojnë përgjegjësitë e tyre për të patur zgjedhje me integritet. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve ka folur lidhur me problematikat e hasura gjatë procesit të votimit nga diaspora. Celibashi tha se në KQZ deri tani kanë mbërritur vetëm 7 denoncime nga votues që nuk kanë arritur të marrin fletën, ndërsa në total për procesin janë regjistruar 156 raste problematike. Ai shtoi se deri në 8 maj DHL do t'i mbajë zarfet në zyrën e saj dhe më pas nëse nuk tërhiqen, do t'i kthej ato pas. Nuk e di se si janë të djatha të majta të qendrës së zgjedhësit që ankohen për jo vetëm për procesin e votimit nga jashtë, por në përgjithësi për procesin zgjedhor. Nëse dikush ka shqetësime në lidhje me procesin e votimit nga jashtë, ka vetëm një mënyrë për të adresuar shqetësimin e vet, ta depozitojë këtë shqetësim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nëpërmjet llogarisë që gjithë secili prej tyre ka në perë. Unë nuk jam në gjendje të them se sa në rrjetet sociale janë ankuar, por në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve deri tani janë vetëm 7 votues të cilët kanë deklaruar që nuk e kanë marrë pjesë në votimit dhe në total numri problematikave të raportuara në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në lidhje me votimin nga jashtë është 156. DHL ka detyrimin që të mbajë në zyrat e saj zarfet të cilat nuk kanë mundur t'ja u dorëzoj votuese apo dhe votuese nuk kanë mundur ta tërheqin deri në datën 8 maj. Celibashi u ndal edhe tek bashkëpunimi me SPAK për krimet zgjedhore. Në javën që po mbyllet ne kemi patur në thuajse në mënyrë periodike gjatë ditëve të kësaj jave komunikime konkrete me SPAK për problematikat të ndryshme të procesit zgjedhor, për denoncime të bëra në këtë strukturë, po dhe për informacione të cilat kanë ardhur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Do duhet ta bëjmë dije që brenda 24 orësh kemi dalë të themi që të vendosin në dispozicion çfarë prej tyre është kërkuar. Celibashi tha se në takimin me Gonzaton u theksua se subjektet duhet të reflektojnë për të pasur zgjedhje me integritet në 11 maj.